Xhilani dhe Drita mund të kenë hyrë me ambicie të ndryshme në sezon, mund të kenë dallime në cilësi dhe në formë dhe mund të mos jenë afër në tabelë. Por sa herë që këto dy ekipe takohen, dallimet që u përmenden, por edhe dallime tjera nuk vlejnë, me që lojtarët dhe tifozët kërkojnë fitoren. Qyteti i Gjilanit për një ditë jeton me futbollin dhe ndon se ky derbi nuk e ka as cilësinë as rivalitetin e dikurshëm, mbetet derbi më i mirë lokal në Kosovë. Dhe dueli pari këtyre dy ekipeve këtë sezon ishte interesant, me që Drita ngadalë po mundohej të ikte nga fundi i tabelës, kurse Gjilani ishte në krizë të rezultateve sepse kishte 5 ndeshje pa fitore. Shikuesit e mbledhur krijuan atmosferë të mirë dhe secili futbollist kishte motiv shtesë për angazhim. Dhe ndeshjen më mirë nisën futbollistët e Gjilanit, ekipi që ishte në cilësinë e Nikoqirit, duke kaluar në epërsi në minutën e 24 nëpërmjet Osmanit. Mirë po epërsia e Gjilanit qëndroi vetëm 9 minuta. Drita që në këtë ndeshje hyri pa Dragan Jakovlevskin dhe Emir Imamin, arriti ta barazojë rezultatin në minutën e 33 nëpërmjet Afrim Shaqirit. Pjesa e parë përfundoi me rezultat të barabartë që mund të konsiderohej i favorshëm për Dritën, por jo edhe për trajnerin e Gjilanit Muharrem Sahitin, i cili kërkonte që pikërisht në këtë ndeshje ta ndërprej serinë e zezë prej 5 ndeshjeve pa fitore. Sahiti në këtë ndeshje nga banka inkuadroi xokerin e tij Liridon Hasanin, i cili pas këtij krosimi të Xhevdet Muit shënoi për t'i dhënë Gjilanit epërsinë 2-1. Pas shënimit të golit, ritmi i lojës ishte i lartë deri në minutat e fundit, por Gjilani e ruajti epërsinë e vet dhe shënoi fitore të rëndësishme që padyshim se do të jetë një nga pikat më të ndritshme të këtij sezoni për këtë skuadër.